asnjëri prej kandidatëve nuk I merr votat 61, siç thuhet në Kushtetutë, për të bërë president I Republikës së Kosovës, pastaj vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe tjetra që parashihet në Kushtetutë është nëse brenda afatit 60 ditor nuk arrin të zgjedhet presidenti I Republikës së Kosovës prej nisjes së procedurave, që I bie nëse ne do të nisim sot, apo aty kemi prej sot, por me që ende s'kemi nisur, jo afat nuk fillon të vlej, pra edhe në këtë rast, pra prej nisjes së procedurave kalojnë 60 ditë, pastaj mund të shpërndahet vendi realisht vendi I Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim me situatën kur nuk ka një kandidat të tillë. Nëse nuk do të ketë as nesër, ne nuk mund të paragjykojmë, ne presim që deputetët të adresojnë përgjegjësitë që kanë, ta bëjnë të mundshme edhe një kandidat tjetër, por nëse ne do të jemi pastaj me 6 mars si tutje, nuk përcaktohet saktësisht se çka ndodh nëse presidenti I vendit zgjedh pas këtij afati, sepse Kushtetuta thotë që presidenti duhet zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që është data 5. Prandaj hym në një terren tjetër, shpesh quhet terren I pashkelur, por megjithatë, për të mos ardhur në situata të tilla ose të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, sepse ne kishim zgjedhjet në 28 tetor, qytetarët e Republikës së Kosovës e dhanë mesazhin e tyre. Në këtë drejtim, për mua është shumë e rëndësishme që vendi arriti të konstituojë kuvendin, pra të konstituohet, të votohet qeveria, votohen marrëveshjet ndërkombëtare, votohet buxheti prej rreth 4 miliardë eurove, tani kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë punë që ndërlidhen me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me veç të Republikën e Kosovës. Prandaj mendoj që mungesa e vullnetit në këtë drejtim, shpërfillja e përgjegjësisë që kanë deputetët e vendit, për mua është e parajsishme, është e parasyshme. Situatat në çaste destruktive I kemi parë ditën e kaluar. Por atyre besoj ju ta dhënë mesazh vullnetit qytetar, gjithsesi qytetarët e Republikës së Kosovës në zgjedhjet e 28 tetor.